Gjua shqipe për të 4-tin vit radhazi ka bërë bashkë nxënësit e arsimit parauniversitar në konkursin kombëtar mbi njohuritë gjuhësore. Në një ceremoni përmbyllëse të fazës së dytë të konkursit, janë përcaktuar dhe skuadrat gjysmëfinaliste për Tiranën. Drejtuesja e Drejtorisë Arsimore të Arsimit Parauniversitar, Bora Salaj, ka sqaruar se gjysmëfinalet do të zhvillohen gjatë gjithë muajit mars. Janë 4 RZVA fituese, përkatësisht në vend të parë RZVA Tiranë, në vend të dytë RZVA Vorë, më pas vjen RZVA Mos dhe RZVA Kavaj. Konkursi do të vlerësojë njohuritë e nxënësve nëpërmjet disa rubrikave kryesore. Shkon do plumit pra Shqipni, ngre ballin si mrenesh, se me djen, që t'i ngrohë në gji, nuk mund shuesh jorët nesh. Të gjitha konkurset janë shumë nxitse dhe janë shumë të rëndësishme pasi nxisin frymën e garës, nxisin zhvillimin e tyre të menduarit, nxisin një shumëllëshmëri mendimesh dhe idesh për të avancuar ata në vitet në vazhdim. Kemi 5 seksione, këtë radhë kemi risi kartolinën e librit, kemi debatin, kemi projektin, kemi interpretimin dhe quizin. Pas përballjes të 20 skuadrave fituese gjatë muajit mars, konkursi do të përmbyllet me finalen e madhe më 12 prill. Garat ndërmjet skuadrave fituese do të mund të ndiqni në valët e radio televizionit shqiptar.